Ndihmës sekretare amerikane e shtetit, Victoria Nuland, ishte në Prishtinë për të diskutuar me autoritetet e atjeshme forcimin e sundimit të ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, por edhe marrëdhëniet e Kosovës me fqinjet. Sipas njoftimeve nga zyrat e udhëheqësve të Kosovës, ajo ka bërë thirrje për vazhdim të bisedimeve me Serbinë dhe miratimin e marrëveshjes për kufirin me Malnezi, si hapin kryesor për të bindur vendet e Bashkimit Evropian që të miratojnë liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Ndihmës sekretari amerikan e shtetit Victoria Nuland citohet duke thënë udhëheqësve politikë të Kosovës se është e nevojshme që para vjeshtës Kosova të përmbushë detyrimet e saj në procesin e integrimeve evropiane. Zonja Nuland takoi sot drejtuesit më të lartë të institucioneve të Kosovës për të diskutuar procesin e integrimeve, atë të bisedimit me Serbinë, luftën kundër korrupsionit e krimit të organizuar dhe kundër terrorizmit. Zonja Nuland nuk foli pas takimeve, por në komunikatet të lëshuara nga zyrat e udhëheqësve të Kosovës, ajo citohet të ketë kërkuar më shumë përparim në luftimin e korrupsionit, duke nënvizuar se drejtësia është përparësi për Shtetet e Bashkuara. Ajo tha se vëmendja e Bashkimit Evropian është vendosur nga rajoni i Ballkanit, ndërsa Shtetet e Bashkuara në vjesht do të jenë të përqendruara në zgjedhjet presidenciale. Prandaj vendet e Ballkanit Perëndimor duhet që vetë ndërmarrin hapat e nevojshëm për konsolidimin e shteteve të tyre, por edhe të marrëdhënieve të tyre. Është mirë që Kosova të bëjë hapat e nevojshëm para vjeshtës dhe kështu të ruaj momentumin e zhvillimeve pozitive, citohet ka thënë ajo, duke theksuar rëndësinë e përmbylljes së çështjes së shënimit të kufirit në Malnezi si një proces shumë i rëndësishëm për hapjen e ardhmërisë eurointegruese të Kosovës. Mikpritësit e saj thuhet të kenë shprehur gatishmërinë për të çuar përpara këtë procesi, i cili është një nga temat që çojnë në krizën më të thellë politike në Kosovë, që nga shpallja e pavarësisë së saj. Opozita pohon se marrëveshja e nënshkruar në gusht të vitit 2015 me Malnezi e dëmton Kosovën për mbi 8.000 hektar tokë dhe nuk ka hequr dorë nga kundërshtimi i saj, megjithë vlerësimet edhe ndërkombëtare se shënimi i kufirit është në pajtim me dokumentet në fuqi, përfshirë edhe planin në bazë të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi edhe sot tha se qeveria dhe parlamenti duhet të përmbyllin këtë detyrim në ditë të ardhshme dhe se kjo çështje patëdrejtë është kthyer në çështje politike që po dënon qytetarët e Kosovës duke vënuar liberalizimin e vizave, por duke vënuar edhe forcimin e shtetit. Udhëheqësit e Kosovës thanë po ashtu se vendi mbeti të përkushtuar në luftën kundër ekstremizmit dhe terrorizmit, por edhe përmbylljen e procesit të ndërtimit të arkitekturës së sigurisë, përfshirë themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.